Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku je urdhër, mos e fusni në gojë shalqinin nëse vuani nga këto sëmundje. Shalqini është shumë i shëndetshëm dhe i shkëlqyer për të hidratuar trupin, por një grup i personave nuk duhet ta konsumojnë atë. Ky frut është i pasur me magnez, zink, kalium, vitaminën B, është i pasur me proteina dhe ka shumë pak kalori, kështu që mund të hahet në çdo moment. Konsumi i shalqinit nxit humbjen e peshës dhe besohet se mund të ketë edhe efekte antisëmundje. Një shalqinë në madhësi mesatare përmban rreth 92% ujë, kështu që është një mundësi e shkëlqyer për të qëndruar të hidratuar në ditët e nxehta të verës. Një studim i vitit 2019 e shqyrtoi efektin e konsumit të shalqinit në ngopjen dhe në peshën trupore tek të rriturit mbi peshë dhe obez, dhe zbuloi se ata që konsumonin 2 feta shalqin çdo ditë për 4 javë ndiheshin më pak të uritur dhe humbën dukshëm më shumë kilogram nga grupi që konsumonte biskota me pak kalori. Megjithatë, pavarësisht se është kaq i shëndetshëm, nuk është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit, citon WebMed. Megjithatë, dietologët paralajmërojnë se konsumi i shalqinit nuk është i mirë për një grup njerëzish, përkatësisht për diabetikët. Shalqini është plot me ushqyes natyral i cili mund të shkaktojë një rritje të sheqerit në gjak. Megjithatë, nuk duhet të eliminohet plotësisht nga dieta. Mund të kombinohet me ushqimet që janë të pasur me yndyrra të shëndetshme, fibra dhe proteina, si arrat dhe farat. Ky kombinim i ushqimeve me vlera ushqyese mund të ndihmojë personat që të ndihen më të ngopur për më gjatë dhe të ngadalësojë përthithjen e sheqerit në qarkullimin e gjakut, citon WebMed. Ekspertët këshillojnë që nëse vuani nga luhatje të theksuara të sheqerit në gjak, duhet të evitoni konsumin e shalqinit ose ta konsumoni atë brenda sasive të duhura. Konsumi i shalqinit mund të jetë një produkt shumë i mirë për trupin tuaj, pasi përmban element të vitaminës C dhe mbron nga presioni i lartë. Studimet kanë thënë se ekstrakti i shalqinit mbron nga presioni i lartë i gjakut, mbi pesha dhe inflamacioni. Gjithashtu është gjetur se shalqini mund të jetë i dobishëm kundër problemeve falë likopenit që përmban. Shalqini siguron përfitime të ndryshme shëndetësore duke përfshirë hidratimin dhe lëndë ushqyese thelbësore. Së bashku me lloje të tjera të shalqinit, ai mund të ofrojë edhe vlera më të mira për shëndetin tuaj. Ai gjithashtu mund të kënaqë dëshirën për të ngrënë ëmbël dhe sheqerna të tij natyral. Shalqini përmban antioksidant që ndihmojnë në heqjen e molekuleve të njohura si radikalet e lira dhe problemet e trupit tuaj. Shalqini mund të konsumohet në formën e lëngut, sallata, në smoothie ose ashtu siç është, por gjithashtu, disa njerëz duhet të evitojnë konsumin e tij, sidomos në sasi të tepërta. Sasia e moderuar e shalqinit nuk paraqit rrezik serioz për shëndetin për shumicën e njerëzve, por në disa raste mund të ketë ndikime të dëmshme për trupin. Diabeti. Shalqini është një frut me përmbajtje të lartë natyrale sheqeri. Njerëzit me diabet duhet të kenë kujdes me këto karbohidrate në planin e tyre të përditshëm të ushqimit. Është më mirë të konsumoni shalqin të freskët se sa të pini lëngun, pasi lëngu heq fibrën duke e bërë shalqinin më të lehtë për trupin për të thithur. Kjo mund të rrisë rrezikun e mpiksjes së glukozës. Nëse keni alergji, mos e konsumoni. Disa mund të zhvillojnë simptoma të tjera të reaksioneve alergjike si ethet, enjtje dhe vështirësi në frymëmarrje pas ngrënies së shalqinit. Nëse kjo ndodh, personi ka nevojë për kujdes mjekësor, pasi ndonjëherë mund të çojë në anafilaksi, e cila është një gjendje kërcënuese për jetën. Shalqini njihet si një nga frutat që ka më shumë pesticide, ndaj duhet të bëni kujdes kur e konsumoni. Studimet kanë bërë të ditur se shalqini duhet të konsumohet brenda 5 ditëve pasi e keni hapur, pasi në të kundërt do të humbas të gjitha vlerat dhe mund të çojë deri në helmimin tuaj. A i dini se shalqini përmban vetëm 46 kalori për një filxhan? Shalqini është i mbushur me shumë lëndë ushqyese dhe përfshirë vitamina dhe minerale që gjithashtu sigurojnë elektrolitet të tilla si kalium. Farat e shalqinit janë një fuqi ushqyese si acidet yndyrore omega 3, proteina, vitamina hekur, zink, bakër, magnez dhe kalium. Pjesa më e mirë është se ato kanë pak sheqer. Fruti është 92% ujë. Ai mund të ndihmojë gjithashtu kundër radikaleve të lira. Shalqini përmban likopen,
element të vitaminës C, komponentë të tjerë bimor që sipas studimeve kanë efekte të mira kundër radikaleve të lira në trup. Shalqini i bën mirë shëndetit të zemrës. Disa lëndë ushqyese tek shalqini janë të mira për shëndetin e zemrës. Për shembull, likopeni është i lidhur me kolesterolin në të ulët dhe presionin të gjakut, zvogëlon dhimbjet muskulore. Shalqini përmban citrulin, një aminoacid që duket se zvogëlon dhimbjet e muskujve pas tërvitjes. Citrulin është gjithashtu një depozitëse, mund të jetë një produkt shumë i mirë edhe në lëngun e shalqinit që ndihmon edhe në përmirësimin e shëndetit. Shalqini është i pasur me antioksidant. Shalqini është i pasur me antioksidant si likopeni, vitamina E që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe dëmtimit oksidativ. Studimet gjithashtu sugjerojnë se likopeni mund të ndihmojë në vonimin e fillimit të përparimit të sëmundjes së Alzheimerit dhe parandalimin e degenerimit makular lidhur me moshën. Shalqini është i mirë për flokët dhe për lëkurën. Shalqini është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Vitamina C ndihmon trupin tuaj të prodhojë kolagjen, një proteinë që jep elasticitet lëkurës dhe ndihmon në rritjen e flokut. Vitamina A është e rëndësishme për ndërtimin dhe riparimin e qelizave të lëkurës. Me mungesën e kësaj lëndë ushqyese, lëkura juaj mund të bëhet më e thatë dhe tumbas gjithashtu shkëlqimin e saj. Shalqini mund të konsumohet të çdo ditë. Nëse nuk vuani nga shqetësime të ndryshme, ai mund të shtohet në dietën tuaj brenda normës lejuar dhe do të ofrojë shumë vlera për trupin. Mbërritja e verës çdo vit shënon ardhjen e një ushqimi të shijshëm. Shalqini, varet, mund të ofrojë gjithashtu edhe shumë shtesa të tij ushqyese nëse e konsumoni si duhet. Shalqini është i njohur prej kohësh si një burim i mirë i ushqyesve të rëndësishëm. Ushqyes të tillë si likopeni, vitamina A, citrulina, vitamina C, të gjithat janë të pranishme në këtë frut të shijshëm dhe kanë efekte pozitive mbi trupin. Shalqini ofron përmirësime të mira në shëndetin e lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë të shëndetshme dhe të bukur, ose thjesht kërkoni pak më tepër shkëlqim, përpiquni të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj. Sipas ekspertëve të Health.com, vitamina A në shalqin ndihmon në rritjen e indeve të trupit, duke bërë një pamje më të freskët dhe më të hidratuar. Bën mirë në shëndetin tuaj të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës ose përjeton dhimbje krahërori mund të kërkojë ndihmë mjekësore, por sipas organizit Fact, likopeni që gjendet tek shalqini përmirëson funksionet kardiake. Edhe vitamina C, karbohidratet dhe kaliumi ndihmojnë në paksimin e kolesterolit dhe mbrojnë zemrën tuaj. Mund të përmirësojë shëndetin e veshkave. Të keni gurë në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është më mirë që veshkat t'i mbani të pastra duke konsumuar shalqin. Ekspertët thonë se shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion tek veshkat tuaja. Është i mirë në shikimin tuaj. Të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj mund të ndihmojë në një shikim më të mirë dhe shëndetin e përgjithshëm të syve. Vitamina A që gjendet te shalqini mund të ndihmojë për të mbrojtur nga degenerimi makular që lidhet me moshën si dhe të parandalojë verbërinë, sipas livefruit.com. Mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtëmase i rëndësishëm, gjithashtu veçanërisht me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium që mund t'i bëjnë kocka dhe gjymtyrën më të fortë, duke ndihmuar në paksimin e rrezikut të dëmeve ose shkatrimit të kockave. Është i mirë gjithashtu në uljen e presionit të gjakut. Shumë njerëz përpiqen të ulin presionin e tyre të gjakut përmes dietës me ushtrime, por shalqini është një ushqim që ndikon drejt për së drejti në këtë drejtim. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet te shalqini janë shumë fitimprurse për të ulur presionin e gjakut. Shalqini është i mirë gjithashtu për dhimbjet e muskujve. Shalqini është shumë i mirë për të luftuar inflamacionin dhe për të përmirësuar dhimbjet e muskujve. Sipas doktor Joseph Mercola, përmbajtja e një studimi ku ka treguar se pirja e lëngut të shalqinit ka ndikim të mirë në reduktimin e dhimbjeve të muskujve në vetëm 24 orë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.